Ngua këtë hadith për me pas se kojna i bin sejgjde muslimant. Thot Muhammedi alayhi salam ka thënë Allahu azza wa jall. Të me thanë, që ka mrana këti hadithi, ka thënë Allahu azza wa jall. Ka thënë Allahu azza wa jall, o robërit e mi, une ja kom ba haram pa drejtsin vetvetes time, e kom ba mes juve haram pa drejtsin, pra mos bani pa drejtsi. O robërit e mi, krejt ju jeni të devijuar, përveç atyne që une i kom ozu, pra kërkoni ozimin prej meje, unë ju oza juve. O robërit e mi, krejt ju jeni të uritur, përveç atyne që unë i kam ushqy, kërkoni ushqimin prej meje, unë ju ushqej juve. O robërit e mi, krejt ju jeni të zhveshur, përveç atyne që unë u kam mundësu me pas roba, e kërkoni prej meje, unë u mundësaj me pas mveshje, roba të hajrit të mira. O robërit e mi, ju bani gabime ditën e natën, e unë u afali gjinahet, kështu që kërkoni falje prej meje, e unë u afali gjinahet. O robërit e mi, ju kur nuk moni me mri në shkallë që me mba dam muhe, pas nuk moni me mri në shkallë që me mba dobi muhe. O robërit e mi, si kur i pari për juve, edhe i fundit për juve, të këshin pas zemrën që shë ka zemrën njeri ju ma i mirë në mesin e juve, krejt me pas zemrën e pastërt, krejt njëjt, nuk i bandobi Allahut azza wa jall kurgja. Po edhe si kur i pari për juve, edhe i fundit për juve, me pas zemrën që shë ka zemrën njeri ma i keq, krejt, nuk i bandom Allahut azza wa jall kurgja. O robërit e mi, si kur i pari për juve, edhe i fundit për juve, për njerëzve, edhe i pari për e gjenve, edhe i fundit për e gjenve, me u mledh me një ven krejt, e krejt bashk me e lutë Allahun azza wa jall se cili për nevojën e tina, e mi adhon Allahu azza wa jall se cilit që ka lyp ato që ka lyp, nuk pakson kjo prej poshtetit tim, ka thënë Allahu azza wa jall, vese sa merë maja gjilpanës prej detit. Pa më do me lëshu gishtin detit, e ki pasa pak uj, me lëshu majën e gjilpanës në detit dhe me këshu sa ka marrë uj. Kjo pakson prej poshtetit Allahu azza wa jall, kaq. Krejtve mi adhon Allahu azza wa jall që lypni. O robërit e mi, më të vërtet, këto janë veprat e juve që une ju shpërblej juve për to, e ai që gjanë mirë, le të falenderën Allahun azza wa jall, e ai që gjanë keq, mos të mallkon kur kanë vese sa vetën e tina. Vetës tina le t'jelen fajnë. Nuk besoj që ki mundësi me një fjallë më të mira se sa këto fjallë në të ditë bereqeshme. Allahu azza wa jall valet soft.